Me prioritet kryesor ujërat e zeza, që janë në vërim e zezë për Gjakovën. Ne mendojmë që duhet të krijojmë disa bazena akumuluese. Faleminderit shumë. Atëherë Partia Shqiptare Demokratike e Kosovës ka para pa në pikat e saj programore është fokusuar në 5 pikat e saj zhvillimit. Pra pika parë zhvillimi ekonomik si një potencial i mundshëm në Gjakovë, fal natyrës saj që ka dhe reliefit të saj gjeografik. Pika 2 do të jetë investimi në turizëm dhe promovimin e saj, sepse ka potencial. Pastaj do të shkojmë në përkrahjen dhe investimet më të tjershme të shërbimeve publike dhe infrastrukturës, me prioritet kryesor ujërat e zeza, që janë në vërim e zezë për Gjakovën. Pastaj pika 4 do të jetë arsimi dhe shëndetësia, si dhe bujqësia me agrikulturë si prioritet për Partinë Shqiptare Demokratike të Kosovës. Derisa jemi të zhvillimi ekonomik, natyrisht si parti planifikojmë që, apo unë si kandidat për kryetar komune, planifikoj të investoj në ekonomitë mesme dhe të vogla, do të ndajmë grande natyrisht, do të përkrahim ato, në veçanti do të përkrahim grandet e vogla familjare, cilat janë të rëndësishme për një zhvillim lokal. Po ashtu do të heqim taksin biznes mbi firma, që është detyrë jona, të ndihmojmë to, të krijojmë kushte dhe lehtësira. Natyrisht kemi planifikuar që ne të kontaktojmë dhe të bashkëpunojmë me investitorë të jashtëm dhe të brendshëm, si një mundësi reale për investime strategjike në Gjakovë, me mundësi për dhënies së tokës në shfrytëzim afatgjatë, sepse duhet ta bëjmë këta urgjentisht. Gjakova ka nevojë për të hyra, për investime nga jashtë. Dhe derisa jemi te turizmi është një fushë e mirë që ka mundësi dhe potencial. Gjakova ka relief të bukur dhe natyrisht ne mendojmë që duhet të krijojmë disa bazena akumuluese që mund të rigjenerojnë rrymë elektrike, po përreth saj të zhvillojmë edhe turizmin hotelier dhe gastronomisë, që ka mundësi bëhet kjo në Morin, fshatin Morin, që ka plan studimor, dhe natyrisht në Correlet e fshatit Kusar, që për kësaj janë Correlet e Kusarit, thash më herët, Gurra e Kusarit, Shpellat e Kusarit, e ma lart atje livadët e Golës, që janë potencial i mirë.